Mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë juve të dashur miq të RTI-s. Ju falenderoj që jeni pranë ekraneve edhe këndoni me nda kohën me qenë bashkë me neve në emisionin Matri qasje tridimensionale. E unë kam shumë kënaqësi që sot me juve do ta trajtojmë një temë e cila prek secilin familje, indirekt secilin individ e besa të gjithë shoqërinë. Do të flasim për raportet bashkëshortore, për mos me quajtur problemet bashkëshortore, një diçka që dita ditës po reflekton në të gjitha porët e jetës së individëve. Për me diskutu këtë temë jemi bashkë me Valentinën sot, pedagoge edhe psikologe njëkohësisht. Vale, mirë se erdhe. Mirë se vëgjeta, faleminderit. Qysh po ndihesh që kemi diskutu bashkë edhe pa te klef këtë temë që është shumë e ndihshme e që nuk i pështon asnjë individ? Fillimisht, kjo është një temë shumë aktuale, shumë temë qëllune. Nuk mundesh me u ndi mirë kur flet për problemet, nuk mundesh me u ndi mirë kur flet për raportet jo të mira, e nuk ka diskutim kur flet për gjëra të mira, vetvetiu vijnë emocionet pozitive. Ndërsa kur flet për gjëra që janë një problem, edhe po vijnë dita ditës të thellu problemet, nuk mundet njëri më ndi mirë, po derisa ato po ndodhin, na si shoqëni kena me diskutu, kena me mundu me i trajtu, kena me mundu me ofru mbështetje, ndihmë edhe këshilla, krejt atyne që ndoshta dojnë me dëgju dhe me kërku prej neve, për arsye se ne përballemi çdo ditë me to. Apo mendojnë që kena me mri bashkarisht me i diskutu në rrafshin e sinceritetit? Edhe të njohjes karshi mendësisë që e kena na si popull. Të sinceritetit padyshim, edhe gjithmonë, e so arina me diskutu në përgjithësi është problem sepse atë shumë ka lloje të çifteve, atë shumë ka lloje të problemeve, e na kena me vol për ato që kemi dëgju, që i kemi pa, që jemi përballë ndoshta, e jo me problemet që janë pa dëgjune. Kështu që kur jemi të sinceritetit gjithmonë, e kur jemi të llojet e problemeve kena pafund, kështu që ato që i kemi dëgju, kësmet kena me i trajtu këto, kena me i diskutu, po dhash Zoti i vjen një pik, një përfundim këtyne, se definitivisht është shqetësuese problemet me cilat ballafaqohen çiftet, është e dhëmshme numri i divorceve që po shkon në rritje, është e dhëmshme fëmijët që gjithmonë ata janë shtresa më e prekun që vijnë nga prindërit e divorcuar. Definitivisht kjo është një temë e rëndë, është një temë e dhëmshme, kështu që kena mënu me i trajtu sa mundemi. Për ndryshim për teja, unë po ndina mirë. Pse po ndina mirë? Se konsideroj që kena me mri me dhoni kontribut për shoqërinë tonë. Kena me dhoni kontribut mu solidarizu ndoshta me gjitha ato gra që kanë probleme, që janë viktimë, ndoshta qoftë e dhunës fizike, qoftë e dhunës psikologjike. Për ato gra që kanë probleme të ndryshme edhe mendojnë që veç ato po përballen me këto probleme. Për ato gra që mendojnë që martesat e rrjeteve sociale janë verzion i vërtet edhe që këto kënaqen, këto gra në ato hek tepër kesh të shtëpia, më ju tregu që jo gjithçka që shfaqet në rrjetet sociale, jo gjithçka që thuhet është me të vërtetë ashtu. Domethënë, kur ju referova sinqeritetit, pikërisht këtu e kisha fjalën. Me tregu që nuk ka mundësi asnjë çift, asnjë gru e burr me të kalu jetën pa pas probleme. E tani që shfaqen problemet, që shmenagjohen problemet, është çështje e secilit individ. Unë shpesh herë thon Vale dhe është thonja nuk po them me shpikur prej meje, po që e du më shumë ti që për më se kum dëgju për dikujt tjetër, them nuk janë problemet ato që vështirësojnë jetën e njeriut. Sigurisht. Po mënyra që njeriu i përjeton problemet. Për një gru ose për një burr, një veprim i bashkëshortit ose bashkëshortës mundet me qenë shumë normal, mu trajtu me sportivitet edhe mos me marrë heq afër zemrës. Ndërkohë njëjti problem për një bashkëshort tjetër ose për një bashkëshorte tjetër mundet mu do kaq i madh edhe i pa te i kalushëm sa me të vërtetë që ndoshta edhe deri tek ndarja ose divorci. Kështu që në çet rrafsh unë po shpresoj shumë që kena me mri me qenë ato që jenë edhe ato që mendojnë aperime pa u kompleksu që ka mendojnë tjertë. Po du më lidhë fillimisht tek rrjetet sociale që i përmene. Unë shpesh e thëmë, sikur ti përdornim rrjetet sociale, mi tregu edhe momentet tona të këqija, momentet tona të dhimbjes, momentet tona të dështimit. Na kish arë me mërzi me i hap rrjetet sociale. I shumë ndi keq me i pa, dhe s'ki shumë pas kur farë motivi me hap ato me pa veç keq. Por realisht,
Gati 99% rrjetet e tona sociale përdorin për momentet e tona të lumtura, kur pranojmë dhurata, kur kemi ndonjë avancim, kur kemi ndonjë moment të mirë, të gëzueshëm. Edhe njerëzit që na shohin, e që nuk i kanë ato mundësi ndoshta që janë shfaqur nëpër ekrane, nëpër rrjetet sociale, sigurisht që kanë mundi keq. Edhe ato fillojnë mosmarrveshjet, fillojnë xhelozia, fillon krahasimi, pse aja ka, unë s'kam, pse asaj po jep dhurata mu jo, pse për ato, sepse çiftet zakonisht problemet fillojnë te mungesa e vëmendjes. Nuk secili burr dhe grua ka nevoja të njëjta, nevojën e vëmendjes, komunikimit, afërsisë, sepse është e lehtë me kanë pranë vetëm fizikisht. Apo mendon që veç gratë kanë nevojë për vëmendje vala edhe burrat? Unë thash për të dytë, sepse kur vjen puna te Se në herë problemet, duket që për vëmendje vujnë më shumë gratë se sa burrat. ai që ka vëmendje nuk vun. Nëse ai që nuk e ka vun, dhe ai që nuk e ka kërkon dikun tjetër nëse nuk e ka në shtëpi. Prandaj për me rujt raportin të duhesh me kontribu me ato, sepse martesa është partneritet. Nuk mundet martesën e mbajt vetëm gruaja ose vetëm burri. Martesa është partneritet. Nëse dështon martesa, nuk ka dështu gruaja, ka dështu partneriteti. E në çdo lidhje nuk mundet me ka shumë balancë sepse gjithmonë njëri ka më dhënë më shumë. Po sado që jep, ka më lodh dikur. Në një lidhje të shnosh do të më kontribuat të dytë. Sfidat nuk e dështojnë martesën, sfidat nuk e bishin martesën. Përkundrazi, sfidat ka me ka një mundësi që kur te kalohet bashkë, ka me fuqizu dhe me bë hala më të mirë martesën. Edhe martesë me lula nuk ka, jetë me lula nuk ka, sigurisht që ka sfida. Po pikërisht këto sfida na tregojnë a jem na për njëri tjetrin, a jem na të bë për njëri tjetrin. Jo rastisht thuhet a kemi pranu burrin ose gruan edhe në ditë vështira, edhe në ditë të skamjes ndoshta ose të sprovave, të sfidave, sepse kur jemi mirë na jena krejt okej, na po flasim për problemet që përballemi çdo ditë. Jeta është problem. Po kur them anën tjetër, a është do jeta interesante mos e pas probleme, mos e pas obligime. Nuk është do kur gjë interesante. Kështu që obligimet, sfidat, pavarësisht që kanë vështirësitë e tyre, ato bëjnë edhe interesant jetën. Por çifti duhet me ditë me funksionu. Nëse do në mbajt lidhjen, do shme kontribu. Bashkë edhe burri edhe gruaja, jo vetëm njëri. Vala përmenden mes rreshtave që edhe pse ka fundi e kom mendu me ju qasë që saj, po e përmend edhe pjesën e vëmendjes, e kur zgjen vëmendje në shtëpi, kërkon vëmendje dikun tjetër. A mundet me qenë edhe kjo rezultat i tradhtive të shumta që po ndodhin mes çifteve e indirekt tradhtia është njëna prej shkaqeve kryesore dhe të problemeve e besa dhe të ndarjeve. E deri te dhuna, se natyrisht shqiptarët, po edhe shqiptarët e kanë probleme për bi tradhti. Unë mendoj që secili njeri, si shqiptar, si kushdo tjetër ose si burrë si grua, tradhtia nuk lind nga dobësia e martesës. Tradhtia lind nga dobësia e karakterit. Po sido që tjetë, tradhtia është e pa arsyetuar. Po nëse flasim për shkaqe që na vinte tradhtia. Apo kena feministe që thonë që tradhtia të bën mu një mirë edhe ja vlejojnë bashkëshortëve ose partnerëve të tyre mi tradhtu se është e drejtë e vetja absolute. Atëra nuk është tradhti. Nëse ti po e lejon me tradhtu, ti pse po e qun tradhti? Ti ke leju vetë me banat amoralitet ose çka do qoftë, nuk është tradhtia jo. Po para se të vim të kjo. Tradhtia nuk mund të ndodhë vetëm sikur një incident. Ajo është një rrugë, një zinxhir që vjen gradualisht. Mungesa vëmendjes. Po e zom burrat që punojnë shumë gjatë se kanë vëmendje në grave, pikërisht grave që punojnë. Sepse një gru që punon, nëse po e zom 8 orë punë ka dhe burri edhe gruaja. Edhe në ora 8 fillojnë punën të dytë. Ndoshta burri qohet në 7:30 apo gati, ose në 7. Eventualisht 28. Po e zom, rregull. Një gru, sa detyrat e presin, edhe nëse është nanë, sa detyrat, sa punë, sa obligimet e presin para se me fillu rutinën ditore prej 8-ve deri në 4 po e zom. Për me la shtëpinë mirë, me la detyrat e fëmijëve, gjithçka tjetër. Ndërsa burri e vazhdon atë ratin e vet. Kur shkojnë punë, e kanë orarin po e zom të 2 në ora 4 me përfundu. Vinë shtëpi, burri ka prap atë qetësinë e vet, e ka pushimin e vet, e ka përfundu punën, a ka përfundu puna për gruan? Përkundrazi, vazhdon me ndrimin e dytë. Detyrat e fëmijëve, ushqimi, veshmbathja, pastërtia, shtëpia, gjithçka tjetër. Edhe kjo gru realisht lodhet, edhe kjo është njeri, edhe kjo nuk është me bateri. E kur nuk e ka kohën me kushtu vëmendje burrit, burri mënon që s'po kushton vëmendje sepse ku ta dione, e ka mendje diku tjetër, ose s'po tërhiqet, nuk po e tërhiqon.
Problemi është ajo zonja ka atë shumë punë e për me balancu këto, mos marrë të problemet sa rren çuni maj, që bani bashkë punë, që bashkëpunani, detyrat e fëmijëve, nëse janë 2 fëmijë. Pse mos e bën detyrat njëri fëmijë, baba, njëri fëmijë, nana, bashkë shkruajnë obligimet e shtëpisë, edhe kanë kohë për vëmendje, kanë kohë për me diskutu, sepse zakonisht problemet vijnë duke mos i diskutu. Secili problem që diskutohet, flitet, ka më pas zgjidhje. Në momentin që na heshtim, kjo heshtje përfundon dikur. Po çush përfundon? Përfundon të gjetë rahati dikun tjetër, rahati që nuk e gjon në shtëpi. Prandaj vjen edhe tradhtia. Po tradhtia vjen edhe kur na nuk vendosim kufe të qartë në rrjetet tona sociale, në rrjetet tona familjare, jashtë familjes, na për shoqëri. Po shumë në rregull sot më thonë që nuk jam xheloze, vazhdon me pas shoqëni, qoftë burri, qoftë gruaja, po do të pas kufe. Sepse në shoqëri që thellohet shumë, çka mundet të pas mandej? Shumë që kanë më na dëgju, kanë më na paragjyku. Jena shumë pro shoqënisë, po nëse ka një shoqëri të mirë mes burrit dhe një gruas thuj, po zom kolege, sepse zakonisht burrat i shohin gratë e veshuna të rregullume, koleget në punë, edhe bëjnë krahasime, sepse na gabojmë ku bëjmë krahasime gjithkohë. Bëjnë krahasime negative me gruan që ka në shtëpi. Ajo gjora s'ka pas kohë, sepse gjithë ditën ka qenë punë. Në shtëpi ka padyshim punë të tjera që presin në ndrimin e dytë. Edhe burrat kanë bërë krahasim që kjo sa bukur, ose është parfumosur, ose është veshur bukur. A nuk e din që krejt gratë e kanë të njëjtën rutinë në shtëpi. Krejt gratë që e kitë zbukuruar në qytet, ose në punë, ose në shkollë, kudo, të njëjtën rutinë kanë shtëpiat e tyre. Besa, kjo nuk mundet ndoshta është për gratë që punojnë, se në anën tjetër gratë që kanë komoditetin me nejtë në shtëpi. Unë aty ja kam shumë lakmi. Ato përveç që kanë komoditet, ato kanë mundësi me shiju jetën me kujdesi nana, me kanë bashkëshortet të mirat, nanat të zojat, me arrit gjithçka. Sfida më e madhe është për gratë intelektuale, për gratë që punojnë. Gjithmonë sfida kryesore është këto. Madje edhe me rujt familjen është shumë më e madhe sfida te gratë intelektuale. Dhe a di pse gone? Sepse një gru që është një ambise po e zom. Ndoshta e pranon e përballon dhunën psikologjike. Ja bën disi. Po e diskuton me dikant se ka problem ku shponin, se i ka arçito. Edhe dhunën fizike nuk ta pranon. Nuk e pranon. Amo një gru intelektuale që ka zon, ka emën, ka imazh, ka ndërtu karrierë, krejt llojet e dhunës, ka shumë raste, sinqerisht, ka shumë raste që na jena diskutojmë çdo ditë, me shoqëni, me rreth gjanë që kena, shumë raste të grave që punojnë. Çka përballojnë, veç mos me dal emri tyne për të keq. Sepse nuk duhen me shkatru ose me shem imazhin që kanë ndërtu ndoshta me vite. Edhe mendojnë çka ndodh me fëmijët e tyne, me martesën e tyne. Kështu që këto gratë e punësuar janë shumë të sfiduar si në aspektin familjar, si shoqëror, sepse po do të me mendu dhe më gjerë. Po indirekt është edhe çështja e harxhimit jashtë shtëpisë. Një grua që rrin në shtëpi, që është e fokusuar te punët e shtëpisë, te fëmijët, te edukimi i fëmijëve. Ajo nuk është e shpenzuar. Sa është e shpenzuar një grua që punon tetor jashtë shtëpisë. Gruaja që punon tetor jashtë shtëpisë gjithçka ka të programuar. Me dakik i ka gjanat. Fix. Ajo do të me dalë 7:30 për shtëpisë. E për me dalë 7:30 do të me përballë me vështirësi, me nguti, me emergjenca, sa i shtrin do tesha, sa i shtrin me drekën, me u bogati, fëmijët isha i kanë gjitha gjanat në rregull. Krejt kjo e bën një lloj harxhimi të qenies së gruas. Edhe shkon punë. Kur kthehet prapë pritet njëjta, edhe për pasojë nuk është e gatshme me e duru ndoshta asnjë gjysmë fjale që i thuhet qoftë për bashkëshortit, qoftë për familjarëve të tjerë. Ndoshta edhe kjo ndikon që gratë të cilat e kanë komoditetin me nejtë në shtëpi, me pas rahati. Absolut. Domethënë se është ajo harxhimi që i bëhet jashtë shtëpisë. Edhe pse kam parasysh që jo të gjitha gratë kanë mundësinë me e qëndruar në shtëpi, sepse jeta është bëhe vështirë, po gratë që janë të pangopura në aspektin e karrierës. Definitivisht shpeshherë nuk mundem me i kuptu. Nëse materialisht qëndron mirë, keni të hyra mjaftueshëm, pse ish dash me punu 8 orë jashtë shtëpisë? Për mendimin tim, 8 orë jashtë shtëpisë është shumë harxhim. Mos më keq kuptu prej opinionit, nëse ato synojnë karrierë, le ta bëjnë. Po gjithmonë familja vjen para karrierës. Po nëse unë edhe ti mendojna që familja është para karrierës, ki qindra e mira gra që nuk e mendojnë të njëjtën. Kështu që secili që ka piksunim karrierën, le ta vazhdon. Na po flasim për gra që përballen me probleme bashkëshortore, për shkak të pamundësisë me kalu kohë me bashkëshortin. E këto sigurisht e kanë më problem gratë që punojnë, sesa gratë që nuk punojnë.
Po, kur vim të problemet bashkërtore të tradhtia, po thonë. Vëmendja po kërkohet prej burrave shumë e pas. Po dhe gratë kanë të njëjtat nevoja, vëmendjen, diskutimin, gjitha. Problemi çka është tjetër? Unë është të mendoj që më shumë po vujnë burrat për vëmendjen e grave. Prandaj thash. Po mendoj gratë po vujnë për vëmendjen e burrave. Po sepse na e fokusuar shumë te rrjetet sociale, edhe po mendojmë që është realitet. Rrjetet sociale janë një minutazh e vogël e ditës, e javës, e muajit ose e vitit. Është një minutazh, nuk është gjë tjetër aty. Çka fshihet pas shumë fotove që dalin nëpër ekrane. Na ekrane shohim ndoshta shumë bardh, shumë ngjyra. Po është vetëm një moment, është një momentum aty. Çka fshihet mas fotove që janë dalë, çka fshihet mas videove që janë dalë. Nuk është e gjë tjetër sikur një video që kemi parë në rrjetet sociale. Edhe sigurisht gratë që nuk kanë arrit mi pas ato të mira, kanë bërë krahasime, kanë mërzit, kanë mundi xheloze, pse on si kam. Edhe këtu gjithmonë fillojnë konfliktet. Është shumë e rëndësishme që çiftet me bisedu se cilin problem. Nëse dojnë me pas lidhjen e shnurës, do të me bisedu se cilin problem. Sepse lidhja nuk mund të mbajë vetëm gruaja ose vetëm burri. Tjetra, nëse një gru po zom traton ose çka do qoftë fajin që ka gruaja mbetet i grus. Problemi është që edhe kur faji është i burrit, edhe nëse burrin këtë rast ka tratu, prap faji është i grus. Dhe a di pse? Sepse burra ka më thonë që ti s'ke kohë për mua, ti nuk ke kujdes për mua, ti s'm ke nejt gati, ti më ke hub, ti më ke bën me shku atje. Në çdo anë që ti po thu se burrat marrin fajin, unë përkundra zion besoj fort që gjithmonë monedha në të keqen kthehet ka ana e grave. Unë mendoj ndryshe tash për tash, veç mas në për rrjetet sociale, në për diskutimet, në për studjet të ndryshme, në për media. Faji kryesor i hidhet burrave. Edhe nëse vdes një gru, ti kime pa mas 2 ditë një titull, ose një vajzë e re kime pa një titull, është abuzu psiqikisht prej të fejumit, ka pas dhunë psikologjike nga burri. Do më thonë, gjithë shka mundohen me hedh fajin burrave. Nështë ajo çdo titull është reale, nuk diskutohet, po natyrisht që nuk është real, sepse nuk ka mundësi asnjë njeri me qenë i mbrojtur tërësisht prej dhunës psikologjike ose nëse dhuna fizike është diçka tjetër. Po kur jemi te dhuna psikologjike, tash mos të flasim dhunë se ajo sigurt do të më ndodh në vazhdimsi për me u quajtur tamam dhunë, po nuk mundemi me pështu asnjë individ prej fjalëve të pakëndshme. Prej një sulmi eventual me fjalë, që i bëjmë njëri tjetrit, po kjo nuk ju ndodh veç grave. Besonëm që unë shpesh herë mendoj që sa i përket dhunës psikologjike, gratë specialiste jena, nashta edhe doktor shkence, në shumicën e rasteve, mos të tekshin, se çash din, do më thonë me bë thurje, sa burrat nuk kanë energji, do më thonë për dhunë psikologjike. Po varet edhe çu shi përjetojnë, kur gruaja është e harxhume. Kur flasim për rastet, na asnjëherë nuk mundna mi përgjigjesu. Sepse kur flasim, na plot e dim që ka shumë gra që nime e kanë profesion me fol, me debatu, me diskutu. Edhe kjo shpesh i bëhet e pamundur me dëgju për burrat, po nuk mundna asnjëherë mi përgjigjesu rastet. Ndoshta gratë kanë prirje me fol, po nuk mundna përgjigjesu as rastet kur gratë flasin, kur gratë nuk sillen siç duhet, edhe rastet që i ceke. Jo çdo rast ndoshta është i saktë për aty që kemi parë për rrjetet sociale ose në lajme ose kudo. Po shumica e rasteve janë të hulumtune, edhe kanë ardhur në një përfundim që ka shkaku i kësaj pasoje ka qenë burri ose bashorti ose i shoku ose kushdo qoftë. Vrasjet, dhuna, gjithçka që po ndodh, gane nuk mujna me fol në emrin atyre që kanë përjetuar ata. Sepse definitivisht është shumë e vështirë. Unë e di që jeta është bëha vështirë. Borxhet, rutina, stresi, puna, gjithçka. Edhe lidhja më e fuqishme sot është lidhja martësore, lidhja e burrit dhe e grus, sepse fëmijët kanë jetën e tyre, shoqënia ose vllazërit mota kanë jetën e tyre dhe funksioni kryesor është lidhja martësore. Edhe na aty ku kena mbështetjen shpesh dina që ato mendoa dhe dhimbjen. Po nuk po kalojmë te problemet që vinë me probleme psikologjike. Po problemet shoqërore që i kena. Sepse ato mbeten një temë tjetër. Problemet shoqërore me të vërtetë po janë shumë të përhapura. Vale pa dashur me ndryshu kohjen e debatit, po mendoj ose të bashkëbisedimit që jena aty e bë. Unë shpesh herë mendoj edhe në diçka. Për mi trajtu problemet sociale ne do të munis prej rënjës. Edhe mandej të kërcjellje e ka gjethet. Njëherë ku bën një status për disa djemë problematik që krejt shoqëria i gjykojshëm.
edhe gishte si zakonisht ka burrat, nëpër media, shumicën e rasteve. Po në anën tjetër, a mendojmë ndonjëherë që gruaja, pikërisht nëna është ajo që edukon çdo djem. Domethënë modeli familjar është shumë i rëndësishëm. Domethënë nuk po them tash me marr këtë barrën edhe më thon gjithçysh burrat kanë të drejtë edhe domethënë të problemet bashkëtorë kur jena e gratë pi egzagjerojnë ose pi përjetojnë marrën e tjera, po në anën tjetër të mos fajsohet domethënë gjinia mashkullore, sepse shqiptarët janë burra që punojnë edhe nuk nalen kur për të mirën e familjes. Mirë pa, po dalim prap gane të këto që kur një fëmijë merr merita, pa ndru temen, kur merr merita, kur merr avancime, kur bëhet i Zoti, është djali jam. Ndërsa kur dështon, kur bëhet fëmijë me problematika të ndryshme, ju ka godajve. Ju ka godajve. Mirë, po pikërisht këtu është problemi. Hajde apo don se na tash gratë po punojnë, edhe për ndihmojnë burin të xhepi, ndihmoj edhe ti grus tane, se për jetu ndihmu për fëmin tanë më eduku. Nuk është më rëndësi kërë e mbetet faj, është më rëndësi sa po përfiton, ose sa po humb fëmija jëtë nesër. Burrat nuk do të asnjëherë me thonë që kjo e ka për obligim me eduku fëmin, unë e kam për obligim me siguru të arma familjare, bashkaresht, edukimi bashkaresht. Për këta është shumë rëndësishme 8 orë punë për gruan, 8 orë punë për burin, nëse flasim për të drejtat. Jo për barazi, se për barazi që përkërkujmë shumë nga gratë, këto bie ndesh me ta. Po për drejtat, një gru që është me 2 ndrime, me 24 orë që do të me kanë gjithmonë aktive dhe në dispozicion, e një nanë u kanë shumë e rëndësishme. Jo politika që sjellin vetëm të ardhna për fëmijët e tjetër kanë i marrin. Jo. U kanë shumë e rëndësishme që këtë 8 orëshin në mundësi me zbrit në 6 orë punë ditë, pa e dëmtu në të ardhrat ose në pagë. Për shembull në nanë që fëmijët i ka dhe sikur ka shumë shtete të avancuar si është Norvegjia e Suedia që i ndihmojnë gratë që nanat që i kanë fëmijët deri në 7-8 vjet me punu 6 orë në ditë pa e dëmtu në pagë, sepse ato kanë me eduku fëmijët, kanë me kujdes për detyrat e për shumë tjera. E kur dojnë ana me fajsu grun, jepi mundësia asaj për me pasku me fëmijëve. Po tash këtu është çështja që ka shumë gra nashta edhe në shoqërinë tonë që nuk dojnë me punu 6 orë, se llogaritin që po diskriminohen edhe barra e punëve të shtëpisë po bie vetëm mbi ato. Edhe dalin publikisht edhe përmendin që kanë të ndara rolet në mes tyre dhe të bashkëshortëve, në anën tjetër është dikush mbrapa ekranit që për me beson këtë tezë. Po unë konsideroj që nuk ka mundësi në shoqërinë tonë me qenë realitet me unda të gjitha përgjithësitë. Nuk po them që s'ka përjashtime, domethënë edhe në fakt nëse ishim nis në aspektin islam, model ka qenë Muhamedi alayhis salam, kur vetë i ka la rrobat e veta dhe i ka arnu, po na jemi larg këtij modeli. Prandaj del sot një gru në televizion edhe thotë që përgjithësitë jashtë janë të barabarta, edhe brenda në shtëpi janë të barabarta, ndahen në rolet, njëri e bën gjellën, tjetri e bën sallatën, të rralla janë këto raste, ose janë shumë të rralla. Prandaj po them që me e trajtume me sinqeritet, që të mos e besojnë të gjitha sepse revoltohet edhe ajo që jo nashta që nuk punon të torja shtëpisë, pa jarrën të shtëpia, edhe prat me ardh burri prej punës me ja bë sallatën. Se do të thonë revoltohet prej ndikimit që ka prej jashtë. Dhe më thonë, se cila familje i ka ato rregullat e veta në bazë cilat funksionon, i ka ato mundësitë e veta. Prandaj po thonë, nëse i ki kushtet materiale, nuk është patjetër me punu tetor, po nësa me përmbush vetën në aspektin profesional, e ke kryni një fakultet, e ke kryni një master, ndoshta ke kryer edhe doktoratur, e merr një punë me një gjysmë orari nëse kushtet materiale i ki mirë, por mos me e harxhu vetën. Na jemi të ndërtuar edhe në aspektin anatomik, në aspektin fiziologjik, gruaja është ndërtuar ndryshe prej burrit. Këta nuk do me ta besu dikush. Nuk mundemi me thonë gjithqysh në ato të me qenë drejtë edhe me qenë si Enver Hoxha që në emër të barazis gjinore, burrit mja dhonë fshisën e rrymës, e grus tullat me ndërtu shtëpinë mujnë e 97 zanis. Dhe më thonë njën gjana që ty nuk ti kap trune. Prandaj asë një gru nuk do të me leju me u harxhu energjia e saj e gjitha jashta shtëpisë. Natyrisht nëse nuk është mundësia, po mendoj nëse i ka mundësitë materiale për me qëndru në shtëpi, me u marr pak me veten, për me e pas vëmendjen e vet për veten e vet. Se na kur flasim për vëmendjen, ndravi ju mungon vëmendja edhe për veten. Se në momentin kur reflekton, në momentin kur mediton, kur e kujton që rritja e fëmijëve
në fakt është gjoja ma e mirë që mundet me bon krijesa njeri. Edukimi fëmijëve, nisja fëmijëve për shkollë, janë kohë të arta të cilat kalojnë edhe nuk kthehen kurrë më në jetë. E nëse ka të atilla që thojnë nuk të përmbush fëmija, nuk është patjetër më u përmbush me martesë, sepse kemi edhe verzione të tilla, që do më thonë deklaron haptas për më ndi një grua e përmbushën, nuk është detyrimisht më martu. Atëherë qysh po dashka me u përmbush njeri? Përderisa dhe vetë... Se cili cakton përmbushjet e veta, edhe na fjalët e tona shpesh kanë kondër atyne, po nuk është në pyetje vetëm nana këtë rast. Fëmit ma të lumtur i ki fëmit që i kanë nanat shpe. Jo që janë shpe, jo që janë ambicë, jo që janë shërtore, po nanat që derisa të zë gjumi fëmin, e ka nanën pranë. Kur të zgjohet prej gjumit, e shef tyren e nanës. Edhe e tjetra, kur niset për shkollë, prap e ka përshëndetjen e nanës, me avendos çantën në shtëpinë, me u kujdes për ta, me përshëndet, me përqaf. Fëmijët që kanë nanat shpe, janë fëmijë të lumtur, janë fëmijë të afërt. Apo mendoj që edhe burrat që i kanë gratë në shtëpi janë burra më të lumtur. Sepse ajo gru e koordinon kohën për burrin, për shtëpinë, për darkën, për drekën, për fëmijën, për gjitha. Gratë që punojnë, është shumë e vështirë me ardhë arsye gjithë tyne përgjithësive dhe obligime që i kena. Nuk ka diskutim. Po du më lidh prapë të probleme bashkërtore. Gane, nuk jam në kondër meshkujve, as kondër burra, sepse na shoqër Zotit kemi burra shumë zotni, baballarë shumë përgjithshëm, burra shumë gentleman. Anën tjetër kena edhe gra shumë zonjat. Po kena gra dhe burra që janë shumë papërgjithshëm. Se unë pashtë të i mbronë shumë fëqeshëm gjinin mashkollore. Jo, veç dashta me reflektu që mos besohet gjithçka që... Absolut, unë e thash ma herët. Nëse na besojmë gjithçka që del në rrjetet sociale, ato janë vetëm një pjesë e kohës, edhe nuk i shohim dështime tjera. Mirë po, nëse po zamë burri është në punë, edhe një mesazh ja shkruan gruaja, a je lodh? Po të njëjtin mesazh ja shkruan një kolege, a u lodhe si kalove sot? Me të njëjtin mesazh, ndoshta gruaja kthen, po kësaj na kam kthyer me një buzëqeshje. Pse po gjënë rahat lëk jashtë shtëpisë burrat? Ndoshta edhe gratë po gjejnë rahat lëk jashtë shtëpisë. Se pikërisht ata burra me dikon po gjejnë rahat lëkin, nëse janë atë tradhtia bashkëshortore. Me kë po tradhtojnë ata burra? Me gra po tradhtojnë. Ajo është e qartë. Domethënë, po këtu është ideja, me diskutu vëmendjen me mbajt te familja, jo me gjetë gjithmonë alternativë. Jo gjithmonë alternativë, jo kurdo që ofrohet është për ty. Jo, ti e ki një kolege, e ki kolegen e punës, përfundon orari, jemi në rregull, e ki një shoqe ose në shoqëri të gjanë ose ku do qoftë në fakultet ose ku do qoftë, mbrana kufeve, mbrana kurnizave, kur jep vetes liri të tepërt, ti del jashtë vetes. Dhe kur del jashtë vetes, ti ki më thyë edhe me familjen, edhe me gruan, edhe me fëmin, edhe me vetveten, sepse po del jashtë kurnizës njerëzore. Çiftet kur të kanë një problem bashkëshortor, edhe nëse me njëherë ajo janë nervozu ose i ka pengu diçka, del prej shtëpisë, e thirr dikon që mundi ma mirë me kalu nervozën, ti veç i hyn në një rrugë skeqe. Provo ndalo. Provo me korrigju gabimin, provo me diskutu gabimin, provo me zgjedh gabimin, provo që rahatin tone familjare, bashkëshortore me rikthy darkat, me rikthy shëtitjet, me largu pak telefonat. Telefonat jashtëzakonisht shumë na marrin kohën më të mirë, kohën më të shtrenjtë që kena me familjen, momentet më të bukura, neve na ikin për shkak telefonave. Ose ndodh çiftet kur janë në shtëpi, fëmijët luajnë, bajnë sherr, ata rriten, nuk i shoh më këto mrekulli që bojnë ata zvegjël. Ku na ikin neve, sepse jemi të shpërqendruar dikon tjetër, në telefonata, në rrjete sociale, në foto, në komente, çka do të qoftë tjetër, po jo në kohën e vlefshme që kena në familje. Sepse gjithçka tjetër nxinet. Po nuk besoj që kthehet edhe nxohet më koha e shenjtë që kena familjen tonë. Nuk i shohim fëmijët të ritmo, dikur ata rriten, po nuk e kanë shëretin kur janë të vegjël. Për sa është e rëndësishme që cilin do problem ta diskutojna, ta provojna me zgjidh, ta provojna me mbajt familjen. Gjithmonë njëri ose burri ose gruaja provon me mbajt ma shumë se tjetri. Jep gjithçka, bën gjithçka, provon me mbajt, duron, sakrifikon. Edhe në fund kur thehet çka prati atina. Që shpresim na me arrit një rezultat mirë këto. Kur njëri partner jep, duron, sakrifikon, edhe në fund thyhet, jo sepse është i dobët, po dhe zemra ati ka kufi. Martesa nuk mund të mbaj vetëm njani, po do të sepse është punë të dyve, do të dytë. Edhe nëse në një lidhje njani vetëm jep edhe tjetri vetëm merr, atëherë edhe njeriu më i fortë me kanë thehet, zhgënjehet, edhe më jep fond, sepse sigurisht edhe
ata që durojnë shumë, edhe bojnë përpjekje shumë, ata kur thehen janë të pakthyeshëm. Unë mendoj që në shoqërinë tonë më shumë flitet për çifte të tilla se sa që ka në realitet. Dyqysh më duket që shumë të rralla janë ato raste kur veç njëri partner jep më shumë për martesën, për pjekët, e bën maksimumin edhe tjetri pret gatshëm. Dyqysh jena si shoqëni që të dy bashkarisht mundohen qoftë për familjen, qoftë për të mirat materiale, të përfshiktu edhe respektin që kanë për familjet e njëri tjetrit, për miqasin, për rrethin, gruaja veçmas, domethënë janë të njohura gratë shqiptare për respektin ndaj familjes, burrit, për shërbimet që bojnë e tjera. Prandaj mendoj domethënë që janë më shumë ndoshta të folme se sa që janë realitet këto rastet kur veç njëri partner bën edhe lodhët. Po në anën tjetër ka, padyshim që ka dhe nuk mundemi me i përjashtu. Ama dashta me diskutu edhe për një çështje vale që mos më na ik, se konsideroj që është shumë e rëndësishme faza në cilën njerëzit kanë mas shumti ose çiftet mas shumti kanë probleme bashkëtorë. Domethënë është ajo mosha prej 45 deri në 55 vjeç. Edhe numri më i madh i divorceve fatkeqësisht jo më i madh i divorceve, po një numër i konsiderueshëm i divorceve është që atë moshë, edhe pse një pjesë bukur e madhe i fshehin problemet, domethënë veçmas në shoqërinë tonë që ende stigmatizohen ata që divorcohen. Po është shumë vështirë, domethënë ose është e pamundur çiftet në çet periudhë, secilis çift ndoshta mos me e pas një krizë martesore që na shtyp perime i mendon për u divorcu. Gane këto të çketem kena me kalu në edhe një temë tjetër, për shkak të sajna. Çiftet, kur 5 vitet e para të martesës i kalojnë mirë, llogaritet që aja martesë funksionon. Jo që do të më provu një martesa funksionon ajo, po kur 5 vitet e para kanë arrit në pas mirëkuptim, respekt, bashkëpunim, komunikim, sinqerisht llogaritet që aja martesë po funksionon. Tani secila do më thonë kjo që kush e ka kalu që të prag me kop detin edhe më thonë unë jam zhvirrueshëm që të. Kishëm dash me llogarit që është kështu. Megjithëse që kur nuk dëgjojna për divorce, po këto ndodhin, e dikon është e nevojshme. Dikon është e nevojshme. Gratë, unë shpesh e them, janë të parat për me punu, për me shërby, për me ja prej vetes, për me kontribu, janë të fundit me u dëgju. Edhe ato e pranojnë, këto është shumë në rregull. Mendojnë që ashtu është gruaja dhe në rregull. Ka plot prej tyre që pranojnë, ka do që luftojnë gjithmonë, po prap jeta vazhdon, qoftë luftove, qoftë pranove. Po në një moshë, nëse ti e cek pse po ka probleme moshën 45, 40, 45, 50 në gjithë fazë, në atë fazë fëmijët janë rrit, janë punësu, kur të fëmijët kalojnë me ja dalë me jetu edhe vetëm, tani në qendrëve mendës është burri dhe gruaja. Domethënë sikur se në fillimet e martesës së tyre, që 5 vjet që po bëj kanë një që në qendrët vëmendjes për njëri tjetrin, kur të rritet fëmia dhe ata fillojnë me jetu jetën e vet, prap kthehet vëmendja, fokusi te njëri tjetri. E në qëtë kohë, gratë përballen me menopauzën. E që gati gjithmonë menopauza vjen me ndaj problem, vjen me ndaj telashe. Vjen edhe burrat janë mësuar me dëgju, me pa këto gjithmonë tu dëgju, tu pranu, edhe tash normal që kjo i pengon. Ajo ka nevojë me marrë. Ajo ka nevojë. I duhet rahatia emocionale. Me pas rahatie emocionale, me pas mirëkuptim, e që shumë burra nuk i intereson ajo pjesë, është faza jotja. Në çet fazë burrat kanë nevojë për hapësirë personale. Se burrat fillojnë me reflektu me vetën. Po pavarësisht çka kanë nevojë. Kaq vjet në aspektin. Amo, pavarësisht çka kanë nevojë, kërkesat i kanë vetat. Ti do shmekon ata për ta. Ço për ushqim, por çka do? Do shmekon aty. Ata kanë nevojë ndoshta me nejt vetëm. I kanë kalu do vjet. Po prapë është një moshë mesme, edhe i kanë kërkesat e veta për gjithçka, ndërkohë që gruaja në atë fazë sinqerisht ka shumë nevojë për rahati, ka nevojë për mundi mirë emocionalisht, ka nevojë për mirëkuptim, e që realisht ajo fazë pak intereson burrave. Këtu kur jemi te interesi burrave, nuk është çështja që burrave nuk t'ju intereson që kjo fazë e grave, por realisht të dy çiftet në këtë moshë përballen me ndryshime fiziologjike që natyrshëm vjen. Tash edhe burrat kanë nevojë për një hapësirë personale, për një oazë që përquajnë studiusit në të cilën dojnë me nejt me vetën e vetë. Dojnë me mendu, dojnë me pushu. E gratë kanë nevojë për rahati emocionale dhe me qenë dikush aty për to.
Tash, të dy partë e kanë problem me e mirë kuptu një tjetrin. Gratë nëse burri shkon dhomë dhe ka nevojë me nejt vetë, ose ka nevojë me dalë me një grup të shokëve, me kalu kohë me shokët e vet, gruaja s'është në gjendje me kuptu se ja ka nevojë me pas afër. Edhe këtu lind problemi. Po në anën tjetër, sa më shumë që i bën presion një njeriu të kësaj moshe, ku ke, me kë qëndruve, nuk je në shtëpi, kam nevojë për ty, çaq më shumë e irriton, sepse edhe ai ka nevojë me reflektu pak me veten. I ka kalu një periudhë e gjatë kohore kur ka punu për me pru shumë financa në shtëpi, me u për kujdes për fëmijët, tash fëmijët janë rritë edhe ai ka nevojë pak për veti. Kështu që edhe gratë ish dasht, pavarësisht nevojës për me qenë ata afër neve, në një kohë të menopauzës, ish dasht me i kuptu se dhe ata po përballen jo menopauzë, po përballen me disa ndryshime fiziologjike edhe ka nevojë me reflektu edhe me folë edhe ata me veten. Prandaj të dy parë duhet me e respektu që të azën e njëri tjetrit, edhe më mundu me te i kalu. Absolut, këtu është pikërisht problemi. Na ndoshta edhe nuk kemi pas ndaj model familjar që me ditë që me kalu një sfidë ose një model, një sfidë të tillë ose një problem të tillë, mirë po, problemi është na nuk po komunikojna. Nuk po ndalëm me sqaru, me shumë qetësi. Qëto e kam qëtë problem, qëto po kam nevojë më mirë kuptu, na nuk nalëm me diskutu. Thjesht, a di çka bojna na gone? Na me mendjen tonë mendojmë, gjykojmë, paragjykojmë edhe zgjidhjet i mendojna, pa diskutu me partnerin heq. Edhe të mungesën e bashkëbisedimit me partnerin, na shpesh problemet vinë sepse na me mendjen tonë mendojmë, paragjykojmë, gjykojmë, madje edhe bëjmë skenare, krijojmë imazhe. Edhe përfundimin e qesim me mendjen tonë, pa ditë partnerit çka jena çashtu zimra na nesh. Në momentin kur ai hyn në shtëpi, na skenarin e gatshëm edhe veç ndodh ai shpërthimi emocional edhe probleme. Edhe vijnë problemet. E ç'është me menaxhu? Është shumë e rëndësishme me diskutu. Nëse nuk diskuton me burrin tënë ose me gruan tënde, me kën pret me diskutu. Kush pret marr me zgjedh probleme brenda familjes tënde. Na shqiptar shumë mirë kemi. Atëherë kur nuk ka mirë kuptim. Do më më mal se do bia. A bën veç mja qit vetes një kafe dhe me mendu në vend të atyre skenave harrove. Gara na shqiptarët e kena një thënie shumë të mirë që kemi thënë nuk bën me hy mes thonit edhe mishit, domethënë nuk bën me hy mes burrit edhe gruas. Burri dhe gruaja duhet me diskutu për gjithçka. Sepse ti nëse nuk je rahat me fol me burrin se gruan tënde, kush pret marr me zgjedh problemet e tua. E atëherë kur na qartësisht i kemi diskutuar gjithçka, edhe s'po arrim mirë kuptim, pse mos mëftu personin e tretë? Atëherë është shumë normale. Qoftë një psikoterapi familjare, qoftë me konsultuar një psikolog, një këshillues, një kando qoftë një shoqni të mirë. Veç i paramendova disa njerëz që njët sa i mboshë dhe më thonë apo bënin një psikoterapi po mendoj familjare. Kjo është një diçka që kërkon shumë kohë, veç mas në vendet rurale për me i bind me shku. Dhe më thonë është diçka që... është stigma ajo që nuk e lejon, sepse mendojnë që nëse shkon te psikologu, ti i sëmur psiqikisht. Kështu e mendojnë. A më në tjetër gratë, veç mas e kanë mundësinë komunikimit me shoqe, burrat janë pak ma konservatorë në këtë farpike, pak ma të mbyllur, ama gratë gjithmonë kanë diskutu. Do më thonë, i kanë diskutu që është tjetë me një tjetërën. Po, kanë kalu kohë të kafës bashkë, me gjithë se tash është bërë një lloj, nuk po thëmë hipokrizie, një lloj inati, është apo diçka, nuk jena ma ata njerëzit pozitiv edhe të mirë që kemi qenë dikur. Që kur ka pas dikush probleme, jenë mi mundu, këndo që e këta ku, është mundu me i minimizu ato. Tash si kur i rritë, që shtu të ka po bashkëshorë t'ju, jo, bashkëshorë t'jem, dhe më thonë, nëse i thu për shefin, diçka thonë një ruje punën, se sot s'mundesh me gjetë një punë tillë, e ki shef. A nëse i thonë që burrit ma ban kështu, a valla mos e dura. Dinë edhe kështu me ban. Dinë edhe kështu me ban. Gane, është shumë e vërtet kjo që e the, sepse llogaritet që pa dash me dalë një temë tjetër, edhe vetvrasjet, ndoshta ma shpesh vim prej burrave duke i mbajt problemet mrena vetes, se sa gratë, sepse gratë për sa dhe kthehen ma lehtë te burri. Çka do që ka ndodhur prap din më kthy, sepse dalin, flasin me dikan, e qesin këta të energji negative mrena vetes, e diskutojnë me dikan, marrin një këshill prej dikujt, edhe në gjendje kur lirohen prej energjisë negative, prap me permisu raportin, me rikthy në gjendjen e pashme, me pajtu me burrin, ndërsa burrat hezitojnë me fol, din me rujt sekretet familjare ma shumë, din me ka nivel përgjithësisë, ndoshta nuk e kuptona kur e tham kështu, po din me ka nivelin përgjithësisë kur takon. Për këtë arsye tu i mbajt shumë ana vetes, ata mund me ka shumë më shpejt më lodh emocionalisht.
edhe më ftuf emocionalisht. Duke qenë se psikologe dashur, ndikon pozitivisht të një lidhje, për fund të misionis, tash jena gati në fund, nëse një grua në qëtë fazë, pavarësisht frustrimeve që i ka brenda vetës që i vinë si rezultati ndryshimeve hormonale me cilat po përballet, ku jemi të që kjo faza, do më thonë, e shfaqjes më shumë të problemeve martesore, po dhe të fazat e tjera, gratë me përdor një strategji, një taktik, fundja na imi gra dhe audiencën shumicën i kemi gra, me qenë ato që japin një trik prej vetës, me i bo burat me undit vlerësum. Duke qenë se në qëtë fazë, ata po ndikan njerëz të harxhum që kanë bërë shumë për familjen, që kanë vrapu shumë pas financave, edhe kanë nevojë pak me ndajt me veten, automatikisht ata kanë nevojë edhe për një vlerësim, se në momentin kur njeriu vlerësohet puna që ka bërë deri tash, ai natyrisht që ka mundi mirë. Gane, mja vlerësu punën që ka bërë, pavarësisht punës që ka bërë dhe gruaja në vazhdimsi, sepse s'ka grua që njët, kur dojna me këshyrë diçka pozitivisht, kina me gjetë senet mira, kina me gjetë detajet mira, kina me gjetë gjana që na pëlqejnë atë tërheqin edhe që na bojnë me rujt martesën, me rujt lidhjen, me fuqizu lidhjen. E kur e shikojmë me anë negative, me nervozizëm, me inat, me xhelozi, me idhnim, kina me gjetë detajet këqija, kina me gjetë gjana që neve na pengojnë, kina me mënu veç negativisht, kina me po vetëm anët e errëta të partnerit në këtë rast. Po, ideja është që na me dash, nëse na dojna me rujt martesën, na mujna me rujt. Kina me gjetë mënyra të ndryshme për me rujt martesën. Mjafton me kërku, zgjidhja është aty, thjesht kërkoje. Po flasim për një martesë që funksionon, jo për një martesë që nështë ka probleme psikologjike, sepse aty duhet një dorë një psikologut ose psikiatrit me ndërhy kur janë problemet ose kur të i kalush dhe kufi. Kur është ndaj patologjia aty. Po flasim për probleme të zakonshme në shoqërisë. Ose në martesa. Po filluar që problemet e zakonshme nuk po bëhen as problemet e mëdha. Prandaj po duhet me i minimizu. Pa jemi bërë si shoqëri që më shumë nxit nashta për probleme se sa që minimizon, indirekt po. Unë po e tham një shembull, një çift, një gru realisht e pavarësisht kësaj moshe, 50 vjeçare diçka ishte. Edhe më tregoj për burrin që s'po e lën, që është ka probleme familjare, ka probleme bashkëtorë, shpesh nuk e kupton, nuk po lën me shku dikon. Edhe filloj me aq urrejtje me fol ndaj tina, e kom duruar, nuk ishte problemi psikologjik as dhunë, as diçka tjetër që e cenon lerinë e grus ose e rrezikon shëndetin ose jetën e sajna. Thjesht probleme të vogla, që për dikant duket shumë tragjike edhe nështë gjykona shumë kur thanë probleme të vogla këtu. Thash, mendoje, a është ma mirë, mendoje thash sikur si me to, jendo. A është ma mirë në këtë moshë, fëmija në rritë, jetën i vetëm. Krejtë kanë gjithë jetën, disa jetojnë jashtë shtetit, disa janë këto po janë jetën e vetë. A është ma mirë, pa këto, pa burin, me nejtë vetëm. Mos e pas dikan që të shek kur je mirë, kur je keq, kur je nervoz, kur je lodhën, kur je mërzitun. Apo me këto, kur ishe këtë këto të mirat e të këqijat e tua, e najherë ko nej moment nervozes, e që diko nuk e shetë arseshë me të la me shku, ajo që të ndalon. Po ka nevojë me nejtë me ty. Ka nevojë me nejtë me ty. Pse nuk e mëron të mirën e të sajna? Apo ki nevojë me nejtë me mu, ku me gjithë sot dikan që ka sinqerisht për ty, për personalitetin tanë, për imazhin tanë, për ftyrën tane. Po kjo është knatësi. Nuk do të me menu ti me ik për ati personi sepse s'po m'len atje. Jo mëre, ai ka nevojë për ty. Përkundrazi, edhe në anën tjetër, nëse ti ki shumë nevojë për burrin tanë çat rast, po që ati spirjet me ty, ka nevojë kanë tirë shokët, qysh kishe reagu ti në këtë rast? Është mirë me ngrit një farë lloj hipoteze, me kthy edhe pyetje nga vetja. Në gjithë rast çka kishë bën nëse ai sill me ty, në njëjtë mënyrë. Na gjithmonë kërkojna vetë çka po na ofrohet neve, ç'është po sillen ndaj neve, po ti çete në vendin tan, mendoj edhe veten tone. Gjithmonë ka pas zgjidhje, zgjidhja është aty. Nëse na kërkojmë zgjidhjen, kena me gjetë zgjidhje. Ama ka çifte që zgjidhjen e gjojnë jashtë shtëpisë. Më pëlqej këtë thonja e një plakut, nëse mundem me thonë, që ma heret, kur është prish diçka, zakonisht ne kum citu, po kur është prish diçka, ne kemi kthyer me rregullu, me ndreq. Atash kur prishet na e gjujmë, edhe blejmë tjetrën. Edhe kjo është një shembull. Është shembull ndoshta që do të marrë në çifte. Kur jemi valet e kjo të mendimi pozitiv dhe mi pa gjanat në, domethënë, me i shty secili çift me mendu diçka të mirë kur ka mundësi, edhe mos me marr si të në çështje si negative, si të në veprim të bashkëshortit ose bashkëshortës, si në diçka të keqe në raport me ty. Në anën tjetër tash edhe presioni, domethënë i shoqërisë,
i njerëzve, besa dhe i medjave, të bën ndonjëherë me u kompleksu për lidhjen martesore që ki. Më kujtohet në një takim, domethënë të përbashkët me gra, kemi qenë shumë gra aty, edhe mua betesi për çështje të ndryshme, masive që morët një shembull për Maradon, edhe njëna po flet tash për bashkëshortin edhe çaq e hypin pjedestal që të mushke menja që ai është veç njeri i ëndrave se nuk mundet me qenë realitet. U të i kalu kjo pjesë, një pjesë e grave e shikojshin me lakmi, qëfar verzioni i burrit, një pjesë tjetër me çudi, une me rezervë. Se disha që nuk ka mundësi me qenë, po disa ndoshta edhe me xhelozi, nuk ka mundësi me qenë me të vërtet një bashkëshort, se nuk ka perfekt. Perfeksioni është veç në xhenet. Kjo dynja perfekt nuk ka. Nuk i takon kujt. Edhe po e pyet dikush në ndërkohë për një zinxhir aljunas, edhe me shumë burri, po thot emrin e burrit. Mandej pak më vonë dha kpucat shumë të rahatshme në ramën e gjatë, edhe prapë emrin e burrit ky mi ka ble. Edhe aty ke kulme, edhe do isha pak me këthy edhe në humor, për në anën tjetër edhe me uqu grave tjera mesazh që ka dalë se jo gjithë çka që thuhet, detyrimisht është qashtu. Edhe po reagoj, po thomë, thash, po normal që ti blenë burrjet. Po. Edhe unazat, edhe vath, edhe zbukurimet, burri ose vetja, ajo është buxheti përbashkët. Kushdo që ndonë, thot këto burri, edhe kjo gruaja për mendimin tim është gabim, se përderisa jetoni dhe kontriboni në një familje, atëherë edhe buxheti familjar edhe tyrat janë të përbashkëta. Thash edhe këpucat, kush duhet me t'i ble? Burri jam nuk mundet me t'i ble, se në momentin kur t'i blenë burri jam, aty veç gjithçka është të rënu dhe t'i s'ki familje. Kështu që po du më thonë që edhe këto tendencat për me paraqit perfeksionin në martesat e tyre, disa njerëz po reflektojnë dhe po ndikojnë që mushtu problemet në martesat e të tjerëve. Më kujtohet një tregim që një dietar i ka pas raportet tepër të mira me gruan e vet. Ka dalë ka pritet dera, ka hyrë me shumë dashni brenda shtëpisë, me tekbire ka shoqëruar deri brenda, derisa i vjen një këshik e thotë çka po bën, do të krejt punë të i bën vet, çfarë pasurie ka burri një shërbëtore nuk ta bjen? Kur vjen të nesërmën, gruaja ul e demotivon, e kthen në një pikë që as burri vet nuk e ka imagjinuar çka. Domethënë një fjalë vetme. Edhe kur hyn der thotë çka ka ndodhur? Njëherë nuk flet, derisa dikur thotë kush e bëni dua kundër saj. Thotë kush ma ka helmu gruan teme. Domethënë këtu del në pa edhe ajo që gratë munden me u helmu ose munden me u motivu prej një fjalë të vetme. Prandaj të dashurat e mia, kudo që jeni, para se me e shfaq një mirësi, para se me fol për begatit me cilat Zoti ju ka begatu, shikoni kënd e keni përballë. Njerëzit sot vujnë për gjëra të ndryshme. Ndoshta ajo i ka milionat në aspektin financiar, po vujnë për një nej me bashkëshortin e vet, për me kalu kohë se nuk mrrin. Ndoshta ka lënë kohë mjaftueshme me bashkëshortin e vet, po nuk ka mundësi kohë as një dhuratë vogël me ia bë. Domethënë gjithmonë duhet me pas parasysh kënd e ki përballë. Se fundja, secilën mirësi që e kemi është rezultat i furnizimit që Zoti na i ka bën neve. Jo detyrimisht i punës edhe i përpjekjes tonë. Pavarësisht që përpjekja vlerësohet, se dhe përmendet 250 herë në Kur'an, megjithatë mirësitë që na rrethojnë janë rezultati i mëshirës Zotit që ka ndaj neve. E të mos mburremi as publikisht, as në takimet me gra, se nuk mundemi me e ditë çka mundet me pasojë për asaj mburrjes tonë, edhe me çfarë probleme mundet me u përballë njerëzit prej asaj që ne kemi. Po du me përmend një krahasim me një bashkëbisedim me dy shoqet mijat, njëna tha, kom ton ditën thirrje prej burrit. Kom shumë thirrje. Kom shumë thirrje prej burrit. Edhe e pengoj ke se ton kohën ku je, ç'a po bën, pse si je këtu, pse s'ma ka telefoni, pse s'm ka shkruar, edhe kish pengu se shumë thirrje. Edhe anën tjetër, shoqja tjetër tha që mu kur nuk më thirr kaq shumë. Ndoshta kësoj ka do krahati, liri, po a është mirë me ditë që dikush interesohet për ty, a mbrit e mirë, a shkove mirë, a kina e vështirësi, a ke mbet në rrugë dikon, qysh je me shëndet, qysh je me disponim. Kjo është një farë begatie me pas dikon, dy ekstreme ndryshme, sinqerisht se cila lekmon të tjetrën. Kësaj që konsiderohet ishte mirë, po që e lënte burri lëshëm shko ka dush ose hajde kur dush, kjo vunte me pas thirrje prej burrit, me pyet qysh je. Qysh e kalove ditën, ku je, a mbrite me koha, ç'a bane.
ndërsa kësaj na i pengon të thirrjet e tepruara pi burrit. Kjo vund të më qenë rahat, mos më lodh. Prandaj është shumë e rëndësishme mos e bë krahasime. Jo gjithçka që na ofrohet është reale. Edhe nëse në një lidhje ka funksionuar diçka, nuk funksionon lidhja në temën tonë. Domthonë është e rëndësishme që lidhjet tona mi mbajt ashtu që shdim vet, pa pas nevojë më ndiku për të keq, e kur është nevoja më ndiku për të mirë gjithmonë do të marr shembull, e kur është për të keq, do të merrujt familjen shumë. Vore jena në fund, krejt në fund. Unë si mesazh kisha dashur m'ja përcjell gjithëve me një thënie të Muhamedit alayhis salam, se zakonisht problemet vijnë si rezultati polemikave që nis me një fjalë dhe përfundon me një potpuri fjalësh e muhabetesh. Kështu që më ujik polemikave sa më shumë me bashkëshortët që me përvetësu rahatin. Gane, martesat nuk thyhen për shkak të një gabimi, po për shkak të mungesave të gjata, për shkak të heshtjeve të gjata, për shkak të mos komunikimit, për shkak të jo mirë kuptimit. Po gjithmonë, asnjë çift nuk është perfekt. Çiftet që zgjedhin të flasin, të dëgjojnë, të luftojnë, pikërisht këto çifte mbjetojnë. Martesat nuk mund të jenë gjithmonë perfekte, po do të me pas shembull me marr më të mirën edhe me rujt më kap të kjo deg. Lumturia nuk vjen vetë, lumturia ndërtohet. E me ndërtu një lumturi do të me kontribu partneriteti, edhe burri, edhe gruaja. Asnjëherë nuk mundet vetëm njani me mbajt lidhjen ose me mbajt martesën. Do të kontributi të dëve që me shëndru një martesë në rahati, në lumturi, edhe në vazhdimsi që me qenë bashkë. Të dashur shikues, faleminderit që sonte ishit me ne, shihemi herave tjera.